Në shkollën Dimitraj Gjata në fshatin Rëmbec është shënuar një moment i veçantë, teksa një ish mësuese, dikur dhe nxënëse e kësaj shkolle, u rikthye për të ndarë kujtimet e saj nga vitet e para të arsimit. Andromaqi Demiri na rrëfen se çdo kënd i kësaj shkolle e rikthen pas në kohë. Këtu mora mësimet e para dhe më vonë u ktheva për t'u dhënë brezave të tjerë, tha ajo, duke e cilësuar institucionin si shtëpia e dytë që i formoi karakterin. Në vitin 1954 filloi shkollën fillore. Shkollën fillore në fshatin Rëmbec. Në atë kohë ishte një periudhë e vështirë, ishte koha mbashkërimit. Dhe shkolla Rëmbec nuk ishte. Atëri detyruan që të bëjnë shkolla në shtëpitë e atyre fshatarëve që ishin një çik më në gjendje. Shkollën e bën në shtëpinë e Ropi Markos. Unë në arsime kam filluar në vitin 65. Tu kam ardhur në vitin 67. Unë nuk kisha mbaruar për ciklin e lartë. Kisha mbaruar, ishe me diplom dilnim neve nga shkolla, mësuese e ciklit ulët. Mirë po nga që kishte nevojë, më caktuan mua tjetër, edhe në drejtorisht shkolle bëja dhe këtë punën në histori, gjeografi, Shkolla e Rëmbecit ka qenë një qendër metodike e gjithë zonës. Bëshin mësime të hapura. Më thënë, vinte në një program të saktuar, seksioni arsimit, thoshte edhe mësimet e hapura bëndin përgatitesh e mësuesi i klasës, në shkollën e Rëmbecit bëshin të tëra këto, edhe vinin tërë mësuesit e zonës, e shikonin mësuesin, si jepte mësim, si komunikonte me nxënësit, si transmetonte dijet e tërmera. Demiri theksoi se mësuesit e dikurshëm i kanë lënë gjurmë të thella, ndërsa si mësuese është përpjekur tua përcjell të njëjtën dashuri për dijen fëmijëve të fshatit.